Edi Rama ka zgjedhur qytetin e Tepelenës për të promovuar këtë të shtunë librin e tij Kurban, qindra të rinje të reja, Bura e gra, kanë shumë pjesë e këtij eventi të zhvilluar në Pallatin e Kulturës së këtij qyteti. Duke marrë fjalë në pritje të ngrohtë që Tepelenasit i kanë rezervuar Edi Ramës, ai u shpreh për Kurban si një libër që shef nga e ardhmja. Rama në fjalën e tij në këtë promovim ka ritheksuar se nuk duhet parë dhe lexuar Kurban si një libër kujtimesh. Përkundrazi, janë kujtimet dhe mbresat një pasqyrë për të ardhmen. Ndryshe nga sa është komentuar nga një pjesë e mirë atyre që kanë dhënë opinione publike për librin, ky libër nuk është një libër kujtimesh, është një libër që flet për të shkuarën duke parë nga e ardhmja. Është një libër për të ardhmen dhe sigurisht të gjitha episodet e librit që kanë të bëjnë me njerëz konkret, me ngjarje reale, janë brenda një kornize më të gjerë se kaq, ku ka mbresa, ka përjetime, ka reflektime, por të gjitha së bashku si një pasqyrë e të shkuarës për të parë të ardhmen. Në këtë takim, Rama ka biseduar me të rinjtë të reja të Tepelenës, duke theksuar vetdijen për polarizimin e madh të shoqërisë shqiptare. Besoj që libri mund të jetë edhe një kontribut për të adresuar drejt për drejt një sër probleme shtërënda që ka vendi, duke bërë edhe disa propozime konkrete. Praktikisht, sot ne jemi të gjithë vetëdijshëm për polarizimin e madh, për shtimin e përditshëm të numrit të papunëve dhe të varfërve, për rritjen e përditshme të nivelit të korrupsionit, për rritjen e barbarisë sociale dhe kulturore, dhe nga ana tjetër kjo vetdije na ka shtyr të gjithë së bashku të mendojmë për domosdoshmërinë e një politike tërësisht të re në radh parë me pasurinë publike dhe me atë private në kuptimin e një shpërndarje më të drejtë të pasurisë dhe të mirave që burojnë nga pasuria. E sigurisht kjo ka gjetur edhe jehon, ka gjetur edhe mbështetje si një qasje e re që e ka një zanafill edhe në këtë libër ku flitet më konkretisht për sistemin e sotëm të taksimit në Shqipëri, që në këndvështrimin tim, që është sot një këndvështrim i përbashkët, pasi vjen si rrjedhoje reflektimeve dhe e një ideje shumë më të gjerë sa një njeri i vetëm, kërkon të adresohet drejt për drejt si një sistem jo vetëm i gabuar, por si një sistem pabesisht i mbrapsht që të cënon drejt për drejt të gjithë ata që sot jetojnë me një rrogë, qofshin në sektorin publik, qofshin në sektorin privat. Ashtu si kundër, vetë zhvillimi i vendit në gjithë këto vite si një zhvillim i përqendruar tek fitimi aty për atyshëm, në dëm të pasurisë përbashkët, në dëm të natyrës, në dëm të potencialeve të zhvillimit të vendit, kërkon një adresim të drejt për drejt si një zhvillim shkatrues dhe një qasje të re për një zhvillim të një natyre tjetër, për një zhvillim të qëndrueshëm. Ne duam të ndërtojmë një Shqipëri të re demokratike dhe sociale, dhe në këtë libër unë jam munduar që të flas për këtë
sigurisht nga një këndvështrim i ndryshëm prej këndvështrimit të komunikimit përditshëm politik. I mbushur me emocione të bukura nga ky aktivitet dhe nga pritja e pelenasve, Edi Rama ka shkruar në rrjetin social Twitter përkatësisht në faqen e tij zyrtare. Në Tepelen për librin dhe politikën, me miqë qytetar, veteran e të rinj dhe të reja. Kohë e keqe, vite bukur. Sigurisht, si në çdo event tjetër, ku në qendër është Kurban, Rama ka vazhduar të frymosë librat e tij edhe për qytetarët e Tepelenës.